të gjithëve, unë jam Stacey. Unë jam Eleni. Mirë se vini në Cezma Day 2. Atëherë, mirë mëngjesi edhe sot, ora është 6:40 minuta, edhe është dita e hënë, do me thënë është first day of December, edhe është dita e hënë, Eleni të shkon në shkollë, ndërsa unë jo. Po bjen shi, unë sot në shkollë kam 6 orë, edhe për 5 orë do shkojmë në teatr, si që thashtë edhe dje, do të paguaj, pastaj do të hecim më vërtet 15 minuta në shi, unë nuk do hik fare, nuk do hikë, edhe do hajmë mëngjesin bashkë, po, atëherë. Ti çfarë ke përgatitur? Sepse imi janë shpak si dje, dërse Eleni ka pak më të ndryshme. Kam një plumcake, pastaj disa copa banane edhe një çokoladë nxehtë. Është super. E kemi përgatitur edhe për Beatricën pse siç e dini, Beatricia këtë vit ka filluar shkollën, edhe zgjohet gjithmonë nga jonë ora 7:10, 7:20 maksimumi. Edhe po shkon në shkollë për 8 orë, po. Edhe vjetë më vërtet super mirë, është super bravo. Dje kemi bërë detyrat pak vonë, sepse kemi qenë si që ta tek video deri në orën 10 kemi taj 10 jo, por deri në orën 8:29 kemi ne tek disa gjëra, si që thamë tek video tjetër. Po e kemi humbur shkonjën shikoni, sepse unë për këto setmas për këtë vitin 2025 do bëj një playlist, se kështu po të hundim ndoshta një video, mund të shikoni të playlisti edhe mund të shikoni përsëri. Ndërsa unë, çfarë kam përgatitur atëherë, qajtë nxehtë, që kam ujtin tim këtu. Pastaj kam përgatitur disa fruta, nuk të rëndi shikur, janë arra edhe mandërle. Çfarë do bësh sot në shkollë? Sot kam një ditë më vërtet shumë i keqe. Kam dyar ekonomi, pastaj anglisht, pastaj diritto, edhe pastaj spanjisht. Wow. Juve do t'ini që unë treme, do t'ini që unë kam një defekt. Defekti im është një defekt, e jo ma shumë, vetëm një. Atëre, në më thonë, ona, kur të shkoj në flegjun edhe në gjithësin mbrapa do të zgjohem në orën 10, 9, 7, 6, 5, 11, 12, ona para orës 9 do vej 10 svegje, do me thonë, që nisëm nga ora 8, 8:10, 8:20, 8:30, 8:40, 8:50 dhe pastaj. Sorry. Edhe pastaj në orën 10, 9 dhe shumë e thonë, kam këtë defekt, nuk di pse, por shumë zile më ndihmojnë, do me thonë, kur bi në orën 8, okej, unë them tani trafikë, por mendja ime dinë që në onë edhe pak minuta do të sqohem nga gjumi, okej? Edhe onë edhe pak do shkoj në përgatitëm, do shkoj në shkollë. Për pak të përgatitëm që do bëj një fashion week, Oh, hell no! Oh, where ci stava benissimo. Në ndërkohë bëjmë vetëm një story që juve tani ta shikoni në çfarë ore po zgjoheni realisht. Është ora 6:00. Nuk më pëlqen, tani është ftoft. Të të them, Beatrice e alburon. Është nuk do. Nuk do më. Jo. Dhe Është në barku. Mirë mëngjesi të gjithëve, si jeni shpësimtin mirë, atëherë sot është first day of December, është dita e Tani, që Stacey po më ndos stories, unë do shkoj në përgatim sepse u ka bërë vonë, në orën 7:13 unë do dalë, 7:10 do dalë nga shtëpia, është ora 6:50, edhe do shkoj. Edhe po shkoj. E kjo video në lek kështu. No. 6:50
sa gjëra që ishin është që po kemi edhe shi. Jo, unë s'do të për shpije fare, tani të rrugoj për gjërë këto, edhe do shkoj si për dhe unë. Po, unë jam i përgatit me të lejtë prapë në gjimë, sepse si që dinjë është ore 6:51 minuta, edhe unë jam pak e lodhur prapë. Tani po krefim vlog të baby Beatrices. Kjo video do jetë self dhe i qu, por me morning routine për Beatricen. Vërtet, Bea? Morning routine për shkollë? Kome nu? Do i tregojmë edhe çantën, sepse ja kemi pas tregu të back to school, por... është haru? Do i tregojmë që Bea përdor për të shkuar në shkollë. Çfarë do hash Bea sot? Niente. Pse niente? S'ke uri? No, diçka do e hash, ose do pish diçka. Suko? Non c'è più. S'ka mo? Çfarë do pish? Uj? Qumë është? Çokoladë nxehtë? Pra, ta vendos pak me qumë është, okej? Ullu mirë? Që do ringo apo... Plum cake. Pancake. Ok. Ma mirë si dje, po... Njësë. Più buono che Ma mirë sot? ieri. Bea së të flasim në tani të video? Shqip? E di çfarë kemi blejtë me mamin tani? Kemi porositur advent kalendar. E di çfarë është? Çfarë është? Caio. Per che cosa? Le caramelle. Jo, e kina marrë me... Si, e ragione, però e kina marrë me tipo make-up. Kemi marrë këtë, që do vi në këto ditë, 3-6 ditë ka thonë. Tani do qikojmë. Vendosa gjupin, vesha farkë, shpejtë. Dhe tani do shkojmë të qojmë Beatricen, edhe unë dhe mami të shkojmë të pijmë kafe. Bea, hajde këtu! Ndoshta Beatrice do marrë edhe çadrën, sepse ko është pak i keqe, edhe jemi i vonë, sepse ora besoj që teku 10 minuta Beatrice hyn tani. Andiamo? Marrëm edhe çantën. Do e marrë çadrën, se ndoshta bie shi. No. Bea, arritëm të shkolla pak vonë, po arritëm. Thaj bye Bea. Bye bye. Atëre, arritëm në shtëpi sepse për kafe s'kemi kohë. Mami do bëj thojt në orën 9 edhe ora është 8:40 minuta. Edhe ma mirë shkojmë në shtëpi edhe ta pi magari në shtëpi. Shumë të... Edhe filloj edhe shi. Jo shi, po që shi pra. Atëre guys, ne tani kemi dalë, jemi me një shëndër tregtare. Unë kam qenë ke nëna sepse s'ka pas autobus, kështu që kam shkuar ke nëna me hongër. Edhe pastaj kam plej gjumë, sepse jo nuk e dini, por ke nëna ne hajm, flejm gjumë. Edhe, këto dy gjëra.
Edhe është më vërtet shumë, po shumë e bukur. Që më pëlqen shumë shkuar ke nona në basë shkollës, sepse rrihet më vërtet shumë mirë edhe është ambienti shumë, po shumë relaksante. Mua. Atëre, sa mbaruam është ora 5 edhe unë kam lejt takët. I kam paguajt 30 euro, pak i kam marrë zezda, pastaj në shtëpi do ju tregoj. Janë shumë basic sepse nuk dua diçka të egzagerume, edhe i preferoj më shumë kështu. Edhe kemi blejt tek një dyqan ku shesin edhe disa gjëra për ftyrën, për make-up. Kemi marrë tipo një gjosh që të bën pak më zezë të ftyrë, do me thonë bronzer, që ti do ta vesh me disa kreme hidratuse edhe të bën pak më zezë, si me qenë që ke marrë diell. Atëre, arritëm në shtëpi edhe tani do ju tregojmë pakat, dy gjëra që kemi marrë, sepse s'kemi marrë shumë gjëra. Nuk ka pëlqente asgjë, edhe pse te jo qendra tregtare kemi vetëm një Stradivarius, është dyqani më i mirë, se tjerët s'ka tjera. Atëre kemi marrë këtë nga Essence, se është Drop of Sunshine Bronzing, janë disa pika që të bëjnë ma zezë, që kështu duhet, ndoshta. Se nuk duket? Duket? Është ky nga Essence. Pastaj janë pakat që që thasha në vërtet super basic. I kam marrë nga Stradivarius, sepse nuk dua ta kam kështu. Dhe që mi marrë Louboutin atjo. Louboutin se janë ato me krejt gjërat këtu të kuqe, të ishin pak më të bukura, por nuk vishin dot të dielen, vishin pak më vonë, edhe easy kemi marrë këto, që të një do t'i përbëjmë bashkë. Që që vajse më që janë komode shumë, vërë që janë komo është super, dysk. Mirë, komo, që jetë. Nga mi ka, më do. Komo. Wow. Jo. Kjo është përgjigja ime mamit. Atëre mami për dalë po bën lazanje, shikoni ftyrën time sa e keqe është. Por nejse, edhe unë edhe motra nga kompjuteri, nga aparati që kemi pas kur kemi qenë të vogla, kemi shikuar çdo video që kemi pas bërë kur kemi qenë të vogla. Edhe krejt të video që na ka pas bërë mami, super funny. Tani do t'ju tregoj diçka. Io sono stanchissima, quindi e io sono stanchissima, quindi sei sempre stanca. E a parte le foto, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale. Sa vogla kina shjen. Atëre, sa mbarova me la flokët, tani do i hedh pak vaj edhe do i hedhim pak. Në ndërkohë, unë po mësoj krejt këngët që do janë tek të këngëtare ime, sepse do bëj shumë gjëra. Kemi edhe për një këngësi, një këngë shqiptare që unë e adhuroj nga shumë vite, besoj se është kënga preferuar e Jonës, si për Family Zylfo, është e Jona preferuar, e adhurojmë. Edhe asgjë, pastaj edhe për pak do mbyllim videon që do shkojmë të flejmë gjumë, sepse ora është 10:30. Edhe nesër do shkojmë në shkollë. Edhe Lili ka bërë dush. Po, I wanna see your sunrise. Tani do mbyllim video sepse ora është 11:06 edhe neve duam të shkojmë të flejmë gjumë para ora 12, po unë e di që nuk mund të shkoj sepse dua të editoj videon, se kështu do të dali nesër, se ky është Setmas Day 2. Edhe neve të shifemi nesër me videon 3, do me thonë Setmas Day 3, bëni një like, një subscribe, një follow në Instagram edhe në TikTok, keni linku poshtë tek infoboxi. Ju duam shumë, love you so much and bye bye!